Atëherë, dispozita e mëparshme përpara ndryshimeve të vitit 2016 ligjit për gjykatën kushtetuese parashikonte që kur gjyqtarët ndahen në mënyrë të barabartë, kërkesa quhet e refuzuar, jo e rrëzuar ka qenë atëherë, dhe palët mund ta ngrenë kërkesën sërish. Por për shkak të një vendimarrje të Gjykatës Evropiane e Drejtë të Njeriut vitit 2007 që e konsideronte si cënim procesit rregull ligjor një procedurë të tillë, në vitin 2016 që ishte pjesë e paketës reformës drejtësi, u shfuqizua kjo dispozitë e ligjit për gjykatën kushtetuese dhe është përcaktuar që në momentin që nuk merren 5 vota, për çdo kërkesë ajo konsiderohet e rrëzuar. Pra kërkesa konsiderohet e rrëzuar kërkesa e kryeministrit. Tani çfarë mund ndodh në të ardhmen? Nëse referohemi këtij kuadri ligjor që është sot, se unë nuk e di çfarë mund të bëjë mazhoranca, por maksimumi që mund të bëjë me numrat që ka është të ndryshojë kodin e procedurës penale. Dhe nga retorika e kryeministrit ditën e sotshme, ajo u kuptua që përveç pjesës që nuk lejohet pezullimi i deputetëve, do të përfshihet dhe pjesa e mos pezullimit të ministrave.